vllai i madh po bën padrejtësi në ndamje, si duket është për qëllim. Pe dëgjon gruan, një këshill ju lutem. Respektoj motër edhe për ty. Respekte për gjithë ju që po e dëgjoni. Çka mi bo hoxha? Çka mi bo? E vetmja gjë që i tham, apo bën padrejtësi, po bën padrejtësi. Çdo njeri cili si jep hakun antarëve tjerë të familjes, ai ka bë padrejtësi. Pa marrë parasysh. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë edhe ne, po tham kështu, me ndan, na si që themi popullore, një çamçakëz ose një sakëz mes fëmijëve, duhet me nda drejt. Është e ndalume me bo zullum. Mi dhon njërit e tjetrit mos me i dhon. E ndëgjon gruan. Po ju mos hekni dorë nga e drejta juj. Nëse keni dokumenta, ndjekeni edhe me legj. S'ka i me ngu gruan, me ngu, me ja marrë kretë pasunin juve, mos me u dhon kur gjë. Mos shkani me nënshkru, qeteni pa ditën e ngjyç. Po marrë vlla, pa tip se s'pi vjen marrë, me ju lan juve pa hise. Le t'i tutën Allahut, le ta dinë se pasunia është e Zotit, është vetëm durë tona me na testu Allahu. Me qyra apo bëmi hor, apo qëndrojmë faqebardh. Andaj, ke insistu, më ke shkru disa herë, po tham, e ka haram një gjatë tilla, është të bë padrejtësi. Ju bëni dua, edhe lypni hakin e juj. Po na s'po mujmë për na vjen mora, atëherë tërhiquni prej hakit juj. Çka me thonë? Lejeni në dorë Allahut, nëse s'moni me njek, me rregulla dhe me ligje. Këtu mos e veni faj gruz vllaut. Jo. Veni faj vllaut, se një mashkull i cili nuk është i Zoti, me nda me drejtësi, pasunin mes vllaznive, mes motrave, mes atyre që kanë hise, indikum nga një gruaj nuk është burr. Bile, personat e tillë që në ngjyç, se meritojnë me mshel gojnë karshityne se nuk është burraj. Qëtëni, lëpne drejtën e juj që ta kanë. Sikur t'ishte ma burr, s'kish nevoj me qitë në gjyq. As se kish ngu gruan e vetë, kur është drejtësia. Kur është për me ngu, du të me ngu edhe grumbe, du të me ngu edhe fëmijë, du të me ngu edhe ma të keqen e sheherit, e pitetit, e katunit. Ama, kur e kanë keqës, du të me ngu, kërkan.